Të nderuar dëgjues të programit të Drejt për Drejt, Mirëmëngjes Shkodër. Ju përshëndes me gjithë zemër. Siç e shihni apo siç unë anoncova pak më parë në radio, studio jon është e mbushur sot. Dhe ndjej shumë krenari, shumë kënaqësi e përgjegjësi njëkohësisht, sepse secili prej këtyre fëmijëve të klasës së 5 të shkollës 9 vjeçare ABC në Kilezha ka ardhur të thotë diçka nga brëndësia e tij, e natyrisht në përfshirjen që kanë pasur këto ditë në finalizimin e një projekti shumë të bukur të titulluar Shkodra ime. Shkolla ABC në Kilezha, një emër i veçantë. Do thosha i madh në kontributin në fushën akademike. Profesor në Kilezha, një nga figurat e ndritura të arsimit universitar në Shkodër, por jo vetëm, personalisht për mua, por jo vetëm, për një plejad të gjerë studentësh, pedagogësh, sjell në vëmendje me shumë respekt një figurë madhore dhe shumë kontribuese në arsimin universitar. E ndoshta ky institucion që ka emrin e tij ka detyrën, por edhe nderin ta nderoj gjithmonë emrin e profesor në Kilezhës. Dhe kështu është në të vërtetë. Vetëm në studion Mirëmëngjes Shkodër, her pas here kanë ardhur nxënës të cilët kanë spikatur në veprimtari të ndryshme, në rezultate të ndryshme, por edhe në projekte që vërtet kanë lënë brez. Janë kujtime të pashlyeshme për nxënësin. Sot ata kanë ardhur, siç u thash, në finalizimin e bukur të një projekti të titulluar Shkodra ime. Me mua në këtë studio janë të gjithë nxënësit e klasës së 5, por dhe mësuesja e tyre, Pranvera Baci. Mirëmëngjes, mirë se keni ardhur. Mirëmëngjesi. Mirëmëngjesi, sa zana të bukur, që më mëngjes. Mësuese Pranvera, besoj se Shkodra ime ishte si një projekt që natyrisht ju lindi në një moment të caktuar dhe ndoshta ju frymëzoi, apo jo? Mirëmëngjes dhe një herë. Është kënaqësi, pse jo dhe emocion, që jemi të ftuar në këtë studio. Për krah jush një bi të mrekullueshme të Shkodrës. Ju falenderoj. Finalizimi i këtij projekti është një punë plot për kushtim dhe pasion, ku tashmë shkolla jon ABC në Kilezha e ka sjell si traditë përvitshme. Kjo ka etapat e veta, duke filluar që nga tekstet shkollore dhe jo vetëm, ku nxënësit kanë mësuar për relievin fushor, malor, kodrinor të qytetit Shkodrës, që tashmë është një perl dhe është kthyer në një atraksion turistik, jo vetëm vendas, por edhe të huaj. Për të vazhduar pastaj me njohjen e artit, të kulturës, të sportit të qytetit tonë. Të gjitha këto të përfshira janë sjell bukur nga përkushtimi, nga pasioni dhe nga buzëqeshja këtyre fëmijëve të mrekullueshëm që kanë mbushur studion sot. Ju falenderoj, jeni si lule në këtë pranverë, sepse vërtet kështu janë fëmijët. Unë dëshiroj ti drejtohem pikërisht atyre që kanë realizuar këtë projekt. Po. Përshëndetje, unë jam Amra Cekaj. Përshëndetje, Amra. Çfarë ndjeve kur mësuese Pranvera ju tha që ju do merrni pjesë në projektin Shkodra ime? Unë ndjeva shumë e gëzuar dhe në momentin që dëgjova kur shkova në shtëpi, kërkova në internet për figura të shuara, për kulturën tonë dhe për qytetin Shkodër. Ky projekt filloi natyrisht të nxis që ditë pas dite të punoje? Po. Për çfarë ku i përfshin? Në çfarë pjesët? Tek kultura dhe për qytetin në Shkodër. Ki punuar për një figurë të veçantë, më duket? Po. Cila ka qenë kjo figurë? Ka qenë edhe Tinka Kurti, një nga aktoret më të mira, jo vetëm të qytetit tonë, por të mbarë Shqipërisë. Ajo ka luajtur mbi 50 role në për filma.
të ka frymëzuar pikërisht puna për të realizuar një punim që i është bashkangjitur projektit dhe çfarë ke vënë re ti duke kërkuar her pas here materiale të ndryshme? Duke kërkuar ka dalë shumë për qytetin Shkodër, vjersha nga autorë të ndryshëm të famshëm shqiptar, dhe gjithashtu për kulturën tonë dhe për njerëzit e shquar. Bukur. Mban mend ndonjë varg që i kushtohet Shkodrës? Ulla mbar se erë pranvera, shko dalën dyshe të i fluturue, prej misire të ndhejnë atira, fusha male të i kërkue, qëp një shko, pra fluturim, shko në Shkodër në qytetin tim. Një duar trokitje, shumë bukur. Ndërkohë që mikrofonin e merr ky djalë bukurosh këtu, si quhesh? Rojan Qela. Përshëndetje Rejan, natyrisht përfshirja në një projekt të tillë të ka frymëzuar për të punuar apo ja? Po, Çfarë di ti për Shkodrën? unë e di që Shkodra ka shumë njerëz të shuar që kanë luftu për me mujt vendin ton, që kanë luftu kundër vendve që kanë dashur na pushtu neve. Dhe për çfarë ke punu ti në projektin Shkodrën? Unë kam punu për një këngë dhe për me tregu për biçikletat. Një nga karakteristikat e kulturës dhe të elementit urban, siç është biçikleta. Mirë, do ta marrësh përsëri fjalën sepse tani mikrofonin e ka. Kush e ka? Unë quhem Abi Drizi. Po? Abi, kur të tham mësuesja, ti Abi, për çfarë ke dëshirë të flasësh? Për çfarë të shkoj mendja me njëherë? Mund në hyrë? Po. Abi ka një shumë bukur që e ka paraqit të projekti, mundesh me thonë folë. Po. Mos fol në ishë Shkodranqen, thuje me zao, që buna drini të rjedhi në det. Fol Shkodranqe, ta dëgjojnë pikat e shjot që bien mbi piano e melodia të shëtit në për qytet. Fol Shkodranqe krenari, që çdo gjë por në këtë qytet ka histori. Sa bukur, po një duar trokitje për këto vargje. Kush i ka shkruar këto vargje? Kush i ka shkruar këto vargje? Mësuesja jonë. Mësuesja jonë. Atëherë unë po ja jap përsëri mësuese pranverës mikrofonin. Ndoshta ishte frymëzim nga projekti, ishte pse ju shkruni vazhdimisht mësuese pranvera si erdhën këto vargje? Thashë ne kemi etapa që është në fillim dhe her pas here duke lexu, duke pa dhe dëshirën e këtyre nxënësve. Një varg sot, një varg nesër na u kombinu dhe na u bë bashkë me Abin, realizu me këtë. Çdo gjë e parë është në Shkodër. Kena thënë, kush është e parë në Shkodër? Kush pa më thënë? Fotografia, Opera. Opera e parë. Po. Jo, na mundesh me thonë pak shpirtat vjeshën tonë? Unë jam Bjona Dragusha. Përshëndetje Bjona. Po. Qytet 2000 vjeçar, që zgjohet me një nulla nga lashtësia, në hijen e kështjellës Rëzaf, të ram në gjunjë që u falet ujrave drinë e bun, të raboshit dveshën për vlunga djeli, të rahun nga shiu si qadra në mjegull, qytet i stërlasht, Shkodër mretna i shynore, me smale shëdetit e veshën si një nuse me gjublet, jelek e barnavej. Sa bukur! Jesh zakonisht bukur. Pra, mësuesja tha që nxënësit kanë përgatitur shumë materiale për gjanat e para që kanë lindur në Shkodër e më pas janë zhvilluar. Kush mund ta vazhdoj përsëri? Po. Ka shumë figura të shqume. Unë quhem Joana Ujkaj. Përshëndetje Joana. Këtu në Shkodër kemi shumë figura të shuar si aktor, si njerëz që kanë pas të shpikur dhe gjëra të ndryshme. Ne mund të quajmë për shembull Loro Boriqin që
emri I tij është vënë pas stadiumit këtu në Shkodër. Po. Mund quajmë dhe për shembull Zeliha Miloti, që është një nga aktoret më të mira këtu në teatrin e Shkodrës. Po. Përshëndetje, unë jam Artens Libra. Përshëndetje, Artens, po. Çfarë figurash të shume mund të përmendesh? Për Kolja Kovën, që ka qenë një figurë shumë planësh, ka qenë piktor, skulptor, fotograf dhe arkitekt, që ka Koli Dromeno. Po. Që ka projektuar dhe pedonalen e qytetit. Vazhdojmë me mendime tjera që ju keni përfshirë në projektin tuaj. Te këngët, te tekstet e këngëve, kemi pas vishkushën tekstet Po. e këngëve, një knaqësi. I herën fillim ishin disa fjalë të cilat këto nuk ju tingëllon të kështu si e përditshme e tyre, por hap pas hape pastaj janë kënaq. Te tekstet e këngëve zyshe ka bërë përshtypje, cilat fjalë? Fjalët e vjetra të Shkodrës që sa nuk përdoren aq shpesh. Cila fjala vi për shembull? Me jelek me Barnavek. Me elek, me Barnavek, që është një veshje? Tregon veshjet popullore të Shkodrës. Tjetër, që ka bërë përshtypje te tekstet e këngëve? Për shembull. Tjetër. Kënga Mara një tuflule, që përshkruan shumë mirë Shkodrën që ka shumë lule. Është një qytet me shumë lule. Vërtet këto frymëzime natyrisht ju kanë ba që ju të realizoni edhe spektaklin bukur, apo jo? Si keni konceptu atë aktivitet, mbasi mblodhët kaq shumë materiale për figura të shqume, për veçanësitë, për elementet e veçantë të Shkodrës. Si e menduat ta konceptoni, ta lidhni bukur, sepse ju keni punu me një regji të veçantë, apo jo? Joris, çdo gjë ka kenë sekret. Unë jam Joris Golemi. Po, Joris. Ju e realizuat bukur, pasi kishit mbledh materialet, si konceptut, kush do të ishte I pari, kush do të hyte në skenë, sepse ju keni edhe një obor shumë të bukur, edhe një skenë natyrale, apo jo? Po, ne aktivizohem shumë bukur, kështu ne kemi mbajtur gjithë gjërat të fshehta, nuk I kemi treguar as një prindi, as gjyshes, as kërkujt, as babit. Dhe gjitha ka qenë si e fshehtë dhe vetëm ditën e fundit surpriza. kur ne I treguam se ne kemi një program në shkollë. Kemi bëni shumë surpriza të tilla të bukura? Po. Nga një herë, mirë. Tani, unë e di që ju keni punu së bashku edhe për të realizuar materiale humoristike, sepse një nga karakteristikat e Shkodrës është edhe humori fin, elegant dhe shumë I bukur. Tashti do të më tregoni pak sa si keni punu me humorin. Karini. Përshëndetje, unë jam Areni Sufi. Po, Aren. Si punut me humorin, si zgjodhët materialet, si punut me rolet e vogla? Një punu me si pas humor, si o veshin ato në humor ashtu e me vesh tani. Sa bukur. Dhe mund të realizoni diçka nga humori që ju keni përgatit për projektin tuaj? Po. Mundeni me e bëjë treg për këto ne? Po. Për një të kojini. A mundene me dalë këto? Po, patjetër. Falë të dalin të. Këto janë kushtet e studios tonë. Edhe këto aktorë të vegjël të humorit bëhen gati për të thënë pikërisht pjesën që ata kanë përgatitur. Po. Këtë humor quhet humori Bounce dhe tani do ta filloj. Po. S'ka ka kërkush më këto? Kape! Ku po shkon mërti pa rrall? Ku po shkon pa rrall ti?
Ju lutem zotni, unë jam punonjës i bankës. Urnoni, flisni. Po, a ju jepni kredina? Pasi, unë jam drejtori i kreditit. Pash sytë e ballit. Da me thonë, ndortone pas kena mejtë sot e? I kom se sa shajri ti, duket në ftyraj. E vejna pas ta fat me gru, me 3 kreditorët, shi qëfar ftyre, që nep kë? As tani në kush? Këm du këtë bërç për veti. Ju lutem zotni, zonjë, urnoni, flisni. E mirë mba, ndor kujt pas kara. Ju lutem zotni, zonjë, për qa keni ardhë? Në kena ardhë me marri kredit vogël, nja 5 milion lek. 5 milion? Po ti të vjetër më mësi apsy të sho? Po ti vjetra mërë sa me mylli birë ma. Edhe dona fa gjatë, nja 30 vjetë. Ne mas mu i shtrillë 35. Ja, afa gjatë nuk mundem. Pse? Jeni në mosh? Po qa bu duke na një ty mërë të rënuma, ne të dësi krajla. Po ju lutem, a keni dokumente? Pasi, jena të regullt ne. Ki dosjen e plotë këto. Lexoj një kanje. Me rastin e martesës së djalit ton. O zoj, e keni fut gabim moj zoj? Vazhdo. Me rastin e mërgimit. Kuj? Cilë mërgim mërë, përgimit mërë. Po ju lutem, për çaj doni ta parë herë? Difta i herë. Në gjamër zotni, në vetëm si mjetë kena një 14 dasma. Edhe të forta. Me që me shkuna atje, që me quna atje. Pa mu pa mduhet me folë me Tiranën se? Ma he burë. Cilë Tiran, me cilë Tiran, në të kalzu me ty, po ty s'ma ka gojë ara. Po më kam frikë se pa më hekur për punët se? Ma he burë. Po pse po myti një gotuj? A thot ka se më dasma, ka 50.000. Që 700.000? Po pse ma tje caktan së dona me quna atje? Edhe ka dalë se dardha ka bishtin mrapa. Po ha moj zonjë 1 milion. Po ka dalë se tashun dardha ka bishtin mrapa. Po nuk janë punat vetëm të dasmat mërë të marsha, po na kena gosta. Sa nipat e mesat i ka kë, sa nipat e mesat i ka mën. Tifta i herë sa njerëz na bahen. Me gjamër zotni, me bë gos me 3 veta unë nuk e bëj, po bë 60 unë nuk e bëj. Me martu në mesen e me bë gos me 3 veta, po unë jam hala ma shosha. Qaje? Burri halës. Masa nej, i kena dasma ta nej lërë ka rruga koplikut, s'kena me që me shku. Po mërë taksi mërë? Ja, nuk den kja taksi, kja den autobus, i rështantishet prit të shoferi e dire në fund e përvej dire në këshu. Prit të zët po hi unë dasën me zhobrosun, apo nuk jena fotogenik të dë. Sa hymna, ton kamrat na foksojnë. Se na jena shirejti i dasmes. Kur ma marrin në të kangen, kur ka hypjo nuzi lunar, unë tjetër shohem si njeri. Qëtë kem gjep të një qës orkestrës, e ne mesin pa gjo. A kena drejta s'kena? Po, me ta manë pasën një drejt. Një duar trokitje vërtet, një sketch shumë i bukur që tregon natyrisht disa probleme, por edhe i silleni asaj dëshire që kanë të gjithë njerëzit për të gëzu, për të marrë pjesë në dasma, edhe për të pasur natyrisht një paraqitje shumë të mira, po ka në dorë punojës i bankës në këtë drejtim. Mirë, si unë ndjet ju kur e realizut këtë sketch? Unë ndjeva me pak emocione, sigurisht, por i lumtur. Kur të pan prindrit tuaj, për shkakun kur ju pan juve, u befasun se ju që keni edhe fëmijë që bani humor, a? Po prindët e mi u shkrinin së qeshuri, sepse prindët e mi janë edhe punojnës banke. Pra mësuesja, kush e zgjodhi këtë rol? Mësuesja pa i herë edhe tha me bë, po edhe ne pranume, se na u duke i bukur. Shumë mirë. Mirë,
gjatë projektit ju jeni drejtuar anëve të ndryshme karakteristike që ka qyteti. Dikush më tha këtu që ka fol për biçikletën. Kush? Po, Ersi. Rean Qila. Po, Rean, çfarë mund të më thuash për këtë element të veçantë urban që ka Shkodra? Çfarë mund të thuash për biçikletën? Për herë të parë janë shfaqur biçikletat. Jo më kat një quajmë qyteti biçikletave. Nuk ka shtëpi shkodrane që në kërkon një biçikletë. Në shtëpinë tënde ka më shumë makina apo biçikletë? Te shtëpia jeme ka edhe biçikletë edhe makinë. Ty të pëlqen të ecësh me biçikletë? Po, Pse pikërisht? sepse unë edhe më stërvitin këmbët dhe shkatësohem. Jashtë maset bukur. Mirë, t'ja lë mikrofonin Borisit, i cili ka marrë pjesë me shumë dëshirë në këtë projekt. Po, Unë qëmë Boris Bashanovic. po. Dhe për ku i përfshirë ti Boris në këtë projekt? Për çfarë ke fol dhe përgatit? Po, çfarë ke thënë në këtë projekt? Për çfarë je përgatit? Jam përgatit për thënie edhe madje për këtë humorin që quhet humorin i orkestrës. I orkestrës, por edhe për thanje të ndryshme. Po. A mund të përbëndesh disa nga ato thanje që ti figurat për cilat ti ke punu? Kemi mësuar për Tremëri Burash e Gash Fisnike, të cilat martin vërtytet e besës e të sakrificës, të mishëruara në muret e Galas, për të qëndruar e fortë dhe e bukur, si një koronë mbi qytetin tonë. Shumë bukur. Po mirë, e keni vizitu Kalan? Çfarë ju ka bë përshtypje kur keni vizitu Kalan? Ka dhënë shumë përshtypje. Kishte pas shumë vende, kishte pas edhe madje figurën e Rozafës. Edhe pëlqente shumë vende. Ka pas shumë figura historike. Shumë bukur. Mirë, të kalojmë mikrofonin tek djali tjetër, po? Unë quhem Amar Jubica. Përshëndetje Amar. Besoj se je përfshirë me shumë dashuri në këtë projekt. Po. Për çfarë ke punu ti Amar? Unë kam punu për pjesën e humorit, edhe për dënsonje të ndryshme, si për të biçikletës e shumë të tjera. Po mirë, mund të thuash diçka prej atyre çfarë ti ke punu? Rëndja bunës me fton për një shëtitje në Shirok. Aty ku Nadje lanë sytë Rosafa, ku ta boshi mërë me fishkëllën, e të shpon hundet era e tave skrapit. Në shtëpinë tënde për shembull ka tradita që të gatuhet tava e krapit apo gatime të tjera tradicionale që ne në Shkodër i pëlqejmë shumë. Po. Kush i gatun? Nana ose mami. Ty të pëlqejnë shumë? Po. Del shëtitja me prindrit nga njëherë andej nga liçeni. Çfarë të bën përshtypje më shumë dhe çfarë dëshiron ti që të shijosh aq shumë nga natyra? Të shijem më shumë nga natyra. Për shembull, nisja me biçikletë. Nisja me biçikletë. Ti e di biçikletën, përveç makinës ku je pasagjer, ti në biçikletë je më i pavarur, apo ja? Po. Qysh kur e ke mësu biçikletën ti Amar? Qysh 5 vjeç. Qysh 5 vjeç, po kush ta ka mësu? Babi. Babi. Mirë, delni shumë shëtitje në për Shkodër? Po. Ku të pëlqen të shkosh më shumë? Në pedonale. Në pedonale. Bukur shumë. Po në shkollë, shkon me biçikletë apo në fugon? Me fugon, me fugonin e klasës. Mirë, të shkollës. Vazhdojmë me djalin tjetër, po? Po, në një studio kur ka shumë pjesëmarrës, natyrisht edhe mikrofoni shëtit nga njëra dorë në tjetrën dhe ka një lëvizje të pandalshme. Po, si ke emrin? Unë quhem Onida Zani. Përshëndetje Onida.
Si u përfshive ti në projektin Shkodra ime? Unë mësova disa thënie dhe disa humore. Po mirë, çfarë mund të thuhet për thëniet që ti ke mësuar? Unë do të flas për djemtë e Shkodrës. Po. Djemtë e Shkodrës i krahasojnë me Zambakon e Bardh, me Trëndafilin, Marangjylin, Luleallin e plot lule të tjera. Kjo do të thotë se ato janë personazhe të mjaft këngëve të bukura shkodrane, apo jo? Çfarë këngë shkodrane ju pëlqen ju, për shembull, që edhe keni kënduar në projekt, por edhe që e dini shumë mirë? Mu më ka pëlqy kënga e Gjyles. Po mirë, a mundesh me këndu, a mundena me këndu të gjithë? Po. Është pak e vështirë, po shumë e bukur, ju e këndoni mirë, e? Po. Hajde. Hajde Gjyle, beja Gjyle, e hollë, e gjatë, e kuqe, si mollë, se slet më me doj, hajde Gjyle mori mollë, nuk të lapa që në dorë, hajde Gjyle mori dush, për shuka që m'kene gush. Bravo, shumë bukur. Sollet një atmosferë shumë të bukur dhe në këto momente natyrisht shumë këngëtar popullore kanë këtu këtë këngë dhe kanë mbetur natyrisht simbole të interpretimit të këngës popullore. Ju besoj se njihni këngëtar popullor të Shkodrës, apo jo? Ha, për shembull, kush do të thotë disa emra të këngëtarëve popullor? Unë quhem Mersi Sufi dhe unë i di disa këngëtar shkodran, si Koljakova. Jo, më falë. Këngëtar shkodran. Bikëndoja, për shembull. Mua më pëlqen për shembull Bujar Çamili. Bujar Çamili, vërtet. Sepse ai e ka bërë këngën e Gjyles dhe kënga e Gjyles më pëlqen shumë. E këndon këngën e Gjyles. Po, kaloni mikrofonin, disa nga këngëtar shkodran që ju njihni. Për shembull? Ha? Mukaddes Çanga, është këngëtare? Po, gjithsesi, ju këndoni edhe dini këngë shkodrane. Mirë, tani erdhi momenti që ju veshët për të performuar në aktivitetin që e zhvilluat në oborrin e shkollës, në oborrin e mrekullueshëm, plot lule, plot diell, plot gjelbrim. Është kështu apo jo? Si gjetët veshjet? Ha, ju të humorit për shembull. Jemi munduar të punojmë me çfarë kemi. Për shembull, unë tek humori kam pas një shall dhe një kapele. Na ka ndihmuar dhe Zysha t'i gjejmë ato. Dhe kështu ka qenë për çdo humor, kemi pasur veshje të ndryshme, disa që kanë qenë pashtu edhe veshje popullore që kemi veshur gjatë gjithë programit dhe kanë qenë shumë të bukura dhe kam shijuar shumë. Ju thatë se diçka ka qenë surprizë për prindrit tuaj, apo jo? Po. Ju jeni përgatitur dhe në ditët e fundit i keni thënë që ju do merrni pjesë. Si pritën prindrit pjesëmarrjen tuaj në këtë aktivitet? Kur ja dorëzuan prindërve ftesën, ata u ndihen shumë të emocionuar dhe e pranuan që të vinin për projektin tonë. Po, Amari, çfarë të tha babi dhe mami, çfarë të thanë kur ti dorëzove ftesën? Ata më thonë që do të vinin dhe kishte për t'i pëlqyer shumë. Ne ishin shumë të emocionuar. Kush erdhi, mami, babi apo po gjyshrit për shembull? Mami, babi, se gjyshrit s'mundin të vinin. Të përgëzuan shumë për pjesëmarrjen a di? Po. Ta kaloj mikrofonin tek. Po, si u ndjeve kur interpretove për krah shokëve tuaj përpara prindërve dhe gjithë mësuesve të shkollës?
Unë isha pak i emocionuar, por kur shikoja dhe prindërit duke qeshur, mendoja t'i bëja më shumë prindërit për të qeshur. Se ke pas material humoristik, a? Po. Mirë. Tani është një moment shumë i veçantë. Ju 5 vite keni kaluar me mësuse pranverën, është e vërtet? Po. Mësuse pranvera për ju është një shkodër. Një shkodër që nuk e harroni asnjëherë, sepse tek mësuse pranvera natyrisht gjeni shumë cilësi të shkodrës. Siç është mirësia, dashuria për fëmijët, bujaria, janë disa cilësi që mësuese pranvera me ndjesinë e një nënë tjetër që është në shkollë, ju ka mëkuar çdo ditë. Si ndjeni sepse ju finalizoni 5 vitet e shkollës që i quajnë fillore, është kështu nëse nuk gaboj. Si ndjeni ju tani për ta nderuar mësuesen tuaj? Po. Shumë i gëzuar dhe kur ne kryem shfaqjen, gjithë prindërit po e falenderojnë mësuesen për aktivitetin që ajo na bëri neve. Ju kujtohet kur keni ardhur në klasën e parë dhe ju ka përshëndetur mësuesja? Si ka qenë ajo ndjesi? Po, kush e do fjalën? Po. Kam qenë shumë e gëzuar se mësuese pranvera si ju priti? Mësuese pranvera na ka prit shumë mirë dhe shumë e gëzuar që kishte me taku nxënës tjerë. Bravo. Mirë, si kanë qenë këto 5 vitet e shkollës fillore për ju? Po, është... këto 5 vite ne kemi qeshur shumë me njëri tjetrin, kemi mësuar shumë dhe kemi kaluar shumë gjëra bashk. Dhe këto 6 orë që ne jemi në shkollë e quajmë në veten familje. Ja, shumë e bukur. Një dorë trokitje për këtë. Ju quhet veten familje me shokë, shoqja dhe mësueses. Por ju jeni përpara një provimi. Është i thjeshtë, më kanë thënë, por që ju po përgatiteni shumë, çfarë do thoni? Si po përgatiteni? Jena përgatitshëm sepse të gjithë dona me marrë 10, nuk dona asnjëri me marrë 10 poshtë, të gjithë dona për të marrë 10 dhe dona ta falenderoj mësuesen për këto gjëra që na ka bërë neve, t'ja shpërblejmë. Sa bukur. Mirë, unë e di që shumë çka ju do t'ju mbetet edhe kur të rriteni, do të mbetet në kujtesë si një periudhë shumë e bukur, sepse në fëmijëni gjithmonë gjanat nuk harrohen. Edhe ky aktivitet si shkodra ime, besoj se do ta ruani. Keni bë foto patjetër, keni bë foto pafund, Është e vërtet? Bashkë me prindit. Mësuese pranvera natyrisht e cila ka vendosur në bluzë një nga elementet urban të Shkodrës, biçikletën, duket se është njësuar shumë me këto fëmijë, apo jo? Mësuese. Jashtë maset, unë emocionohem kur e mendoj që këta do të kalojnë në cikël tjetër. Nuk kisha dashur, sepse siç tha Joana, ne jena familiarizuar jashtë maset. Dhe kur kam prezantu projektin jam emocionu, ishin lot që të vishin vetë, sepse i shikosha këta që të vëgjë që i kishin bërë festën abetare, se u rritën, morën krah. Morën krah dhe mësuesja i uran suksese, po do të jem krenore shumë për ta. Shkolla ABC në Kilezha është shkolla, një ndër shkollat që vërtet i rrit këto filiza nga bim të vogla dhe i bën lule që lulëzojnë. Këtu jo lule jeni ju. Natyrisht ABC në Kilezha do të mbetet gjatë, ju mbase do ta vazhdoni këtë shkollë, por kjo periudhë e fillores është një periudhë shumë e veçantë dhe shumë e bukur, apo jo.
Një falënderim shumë për stafin, që besoj është shumë i gatshëm të përcjell me aq dashuri edhe në vitet e tjera të shkollës. Një përshëndetje edhe për mësuese Suelën, drejtoren e këtij institucioni, e cila natyrisht përcjell mirësinë e saj çdo vit. Apo jo, është kështu? Mirë. Nuk jemi shumë me emocione që na pengojnë, por me emocione të bukura. Ne do ta mbyllim me një këngë. Cila është kënga që ju pëlqen ta këndoni? Lule Bora apo nuk e di, cila? Julia. Donë me jelek me Vanavek, Po mirë, një këngë dasme, shumë mirë. Atëherë mikrofoni është për ju. Fillojmë. Me Vanaveke, po m'dukesh sokol me flejte. Me jelek me Vanaveke, po m'dukesh sokol me flejte. Me jelek në hije dola, baqetane moj lule m'lolla. Me jelek në hije dola, baqetane moj lule m'lolla. Ka më bukur se një këngë dasme, një këngë që natyrisht zgjon shumë ndjesi të bukura, edhe për të gjithë ata shkodran që po na ndjekin, kudo qofshin nëpër botë. Unë ju falenderoj shumë që na sollet këto zana të amël të fëmijëve të Shkodrës, edhe ju uroj jo vetëm suksese në provim që patjetër do të keni, po sukses në të gjithë ecurinë tuaj të shkollës. Ju përshëndes me gjithë zemër. Ju uroj që të keni gjithmonë gjana të bukura, kujtime mbreslënse dhe të takoni njerëz të shkëlqyer, siç keni takuar mësuesen tuaj Pranvera Baci dhe të tjerë mësues që do të takoni më pas. Ju falenderoj shumë. Faleminderit. Faleminderit shumë. Suksese gjithmonë.